Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i dërguari kryesor për Gazën Nikolaj Mladenov ka ngritur alarmin për situatën humanitare dhe politike në territorin e shkatërruar nga lufta. Ai paralajmëroi se ndarja aktuale e Gazës mund të bëhet e përhershme, duke lënë mbi 2 milion banor të grumbulluar në më pak se gjysmën e territorit të saj. Sipas tij, në mungesë të një anëpushimi të qëndrueshëm, rindërtimi i Gazës do të mbetet i pamundur dhe mungesa e investimeve do të thellojë krizën humanitare. Rreziku është që gjendja e përkeqësuar të bëhet e përhershme, një Gaza e ndarë, tha Mladenov. Ai theksoi se pas zgjidhje politike dhe çarmatim të grupeve të armatosura, nuk mund të ketë stabilitet afatgjat as për palestinezët dhe as për sigurinë e Izraelit. Mladenov shtoi se fëmijët në Gaza rrezikojnë të rriten në kushte të dëshpëruara, në tenda dhe pa perspektivë për të ardhmen. Sipas raportit të tij, pengesat kryesore mbeten refuzimi i Hamasit për të dorëzuar armët dhe prania ushtarake izraelite në pjesë të mëdha të territorit që përbëjnë rreth 60% të Gazës. Nga ana tjetër, një zëdhënës i Hamasit i ka cilësuar deklaratën si përpjekje për të justifikuar përshkallëzimin e situatës dhe forcimin e bllokadës ndaj Gazës. Ndërkohë, organizatat humanitare vazhdojnë të raportojnë mungesë të ndihmave, pavarësisht marrëveshjeve për rritjen e furnizimeve, duke paralajmëruar për një krizë të zgjatur humanitare në territor.